daljet në bypass, që na bëri bypassi. Ne në bypass nuk na ka lënë rrugë ku të hymë për ullit. Ne në ullit në përbaqa tona, në të gjitha ne nuk kemi ku të hymë, sepse sa ka lënë një rrugë. Ky bypassi ka filluar me sot probleme, fillimisht ndryshoi hyrjen. Po, që hyrjen e kaninës që na i mbylli, që ka qenë që në shekuj. Kjo nuk funksionon më mbyll. Hyrja kryesore tani është më mirë se më para apo ishte më mirë? Jo, ne kishim më mirë atëre, se ne kishim vetëm për vete, kurse tani i bie që dalim në rrugë kryesore dhe nuk dim nga hyme nga dalim. Burim aksidenti, po pikërisht. Mund të jetë bërë për ta shmangur kaninën, pra për mos hapë fare në fshat. Po, se dim, ndoshta edhe për te kanë. Ka ndikuar kjo gjë le të themi të vizitave në fshat çfarë vin? Shiko, këtë nuk mund ta themi e kupton, sepse unë nuk është se mbuloj këtë sektor, por neve shumë paka nena na ka mbyllur disi. Mbylli tokat bujqësore. Tokat bujqësore, edhe në përbaqa tona që ne duhet vemi, nuk vemi duhet i bjem i themi na bishti kaldrëmit, e të kthemi mrapa prap. E kupton? Patët një problem për para ditë. Po, patëm aty te. Në tokat bujqësore. Po, asnjë gjë, jo, nuk u zgjidh asnjë gjë. U bë prap ne tani aty sikur të një njeri që të bën një zjarr apo një tutje, ajo është 2,80 m e lart, nuk hyn dot asnjë mjet. Ashtu ja u lan me atë. Ashtu me atë që ata nuk ndryshon as me atë llamarinën. A me atë llamarinën? Nuk ka ndryshuar asnjë gjë.